ta them drejtën, ishte një ndeshje shumë e vështirë, edhe pse pozitat në tabel nuk e tregoshin ashtu. Ekipi Pelisterit ashtu si thash doli një ekip i fortë, avanson kundra neve me 1-0, që na e bën edhe më të vështirë pastaj lojën e vazhdim. Mirë po, neve gjatë këtij kampionati kemi vërtetuar se lojat, sidomos lojat mbrenda në shtëpinë tonë, jemi kundërshtar i vështirë, edhe me 2 gola të Gandos, të sulmuesit ton, arritëm ta kthejmë rezultatin, gjë që këtë sezon e kemi pas si mungesë, ta them të drejtën, se në rastet që kemi pas dizavantazh, neve në shumicën e rasteve edhe kemi humbur ndeshjen. S'ka ndodhur shumë gjatë këtij sezoni, po nuk kemi pas forcën e duhur për t'i kthyer ndeshjet.